mos i merr fort nga zemrës. Edhe ata që mendojnë keq për ty, Zoti juaj e di më mirë se çfarë keni në vetët e juaja, thot Allahu Dhul Xhelal në kapitullin Isra në ajetin me numër 25. Ndoshta disa njerëz mendojnë keq për ty dhe ndoshta disa të tjerë mendojnë mirë se ti je i pastër, mendojnë se jeni më të pastër se sa uji i shiut. Mos i merr fort nga zemrës. Edhe ata që mendojnë keq për ty, po edhe ata që mendojnë mirë për ty, nuk kanë për të bërë dobi ata. E sa nuk kanë për të bërë as dëm ata. E rëndësishmja është e vërtetja jote. Dhe ajo çfarë Allahu di për ty. Kështu që mos i kushto rëndësi se çfarë thojnë të tjerët për ty. A i dini pse? Se qyshe nja one vetë vetën time, pa shatë madhin Allah nuk nje kërkush.